Gjykata kushtetuese pezulloi zgjedhjet e pjesëshme lokale në Tiranë. Në një deklaratë për mediat, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka deklaruar se që nga vendimi i gjykatës kushtetuese është pezulluar procesi i përgatitjes së zgjedhjeve për Tiranën, por vijon normalisht për 5 bashkitë të tjera. Pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese, kemi këtë komunikim në lidhje me çfarë ndodh me procesin zgjedhor në 6 bashkit e vendit sipas dekretit presidentit. Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje me njëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitjet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkit e tjera. Çdo veprim i KQZ-s, i çdo lloji natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi deklaroi se i takon kolegjit zgjedhor që të vendosë mbi ankimimin e Partisë Socialiste për zgjedhjet. Ai tha se KQZ s'ka tagër për këtë çështje. Kjo është kompetencë e kolegjit zgjedhor për ankimimin e PS-s, se çfarë do të vendosin ato, do të presim, s'do të doja të komentonim, u shpreh Celibashi.